Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Kanë kaluar më shumë se 3 vjet prej kur Yll Buleshkaj u emëru në krye të Agjencionit për Parandalimin e Korrupsionit. Në mandatin e tij, agjencia ndryshoi emrin nga Agjencia kundër Korrupsion në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Në këtë kohë, numri i sinjalizimeve për rastet e korrupsionit nuk është i lartë, ndërsa deklarimi i pasurisë, edhe pse funksionon, nuk ka garantuar ndonjë rast të madh të zbulimit të parave të fituara prej korrupsionit nga politikanët. Në fund të vitit të kaluar, gjykata e Prishtinës e shpalli të pafajshme ministren e jashtme Donika Gërballa për mos deklarim të pasurisë, ndërsa ministrja tjetër, Rozet Hajdari, u dënua me gjobë. Por të dhënat na tregojnë që në shumicën e rasteve, shumat e padeklaruara janë të vogla dhe agjencia nuk zbulon banesa e prona të cilat munden me kanë të politikanëve të korruptuar. Gjatë këtyre viteve kemi folë për kontratat e negociuara dhe kemi akuza shumë të mëdha për tenderët një burimor. Zotri Buleshkaj, fillimisht faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste. Po do ministë fillimisht me faktin, jeni më shumë se 3 vite në mandat, Kosova ende nuk ka strategji për parandalimin e kundër korrupsionit. Kush është fajtor për këtë problem? Faleminderit për mundësinë fillimisht, është kënaqësi të jem në studiet e juaja dhe në këtë mënyrë direkt flasim me publikun për atë që kemë bërë dhe atë që kam bërë pa kry nga agjencia. Po është e vërtet, jemi në vitin e 4 të mandatit tim si drejtor i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Ky mandat ende nuk e ka një strategji kundër korrupsion. Mandatin apo autorizimin ligjor për të hartu këtë strategji e ka Qeveria e Republikës Kosovës, e ku agjencia ka një rol teknik për krahas kurdo që i kërkohet. Vitin e kaluar, nga fundi i vitit kaluar, ka ekzistuar një draft i cili ka dalë në diskutim publik, besoj edhe publiku edhe ju keni jap komentet ndaj këtij drafti. E ta shpresim që qeveria e re të shoh a do ta rifillojë nga fillimi hartimin një strategjie të re apo do të vazhdojë me draftin i cili ka qenë në përfundim. E pse për shembull qeveria nuk po mrin me trasu rrugën për hartimin e kësaj strategjie? Çka po mungon? Nuk mund ta them se çka i mungon qeverisë, sepse është ndoshta pyetje për t'i pyetur. Ne kemi ofruar gjithmonë për krahje, qoftë teknike, po ashtu edhe në ekspertizën që kemi pasur me vitet e tëra. Agjencia më herët ka qenë përgjegjës së bashku me qeverinë të hartojë strategjinë kundër korrupsion, ndërsa nga ligji i ri e përmend më herët kur agjencia është quajtur tashmë Agjenci për Parandalimin e Korrupsionit, qeveria ka mandat të plot. Sa jemi vonu, zotri Buleshkaj, për me bëgë strategji? Jemi 6 vjet vonë për strategji, thotë. 3 vjet para qeverisë së fundit, edhe 4 vjet, 3 dhe 4 vjet të kësaj qeverie aktuale, jemi pa një strategji kundër korrupsionit. Domethënë 6 vjet nuk ka strategji që me luftu korrupsionin. Nuk ka një strategji tillë. Ka strategji tjera sektoriale, kemi strategji për sundimin e ligjit, kemi strategji për trajtimin e rasteve në gjykata tjera që kontribuojnë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, por nuk kemi një strategji që është kërkesë ligjore sipas ligjit për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, që qeveria ta aprovojë një strategji tillë, ndërsa agjencia pastaj të monitorojë zbatimin e saj dhe të raportojë kuvendit se sa po zbatohet. Çka kish ndihmu strategjia? Strategjia fillimisht... Cili është roli i saj konkret? Strategjia, si çdo dokument strategjik, do duhet të orientonte në pikpamje strategjike objektiva kryesore të qeverisë të Kosovës për ta parandaluar dhe luftu korrupsionin. Neve nuk na pengon mungesë strategjisë për ta kryer punën tonë, por orientimi strategjik, orientimi i resurseve për ta arritur një qëllim më specifik mund të mungojë. Si tillë është pak më vështirë të ketë suksese më të prekshme. Po besoj që po ta kishim një strategji të tillë, ndoshta do të gjendemi më mirë edhe në vlerësime ndërkombëtare për kundër korrupsionit në Kosovë apo korrupsion, sepse do të na mundsonte neve, po edhe gjithë institucionet që të kontribuojmë në arritjen e objektivave më të prekshme dhe të kemi më shumë suksese në kryen e punëve tona. Ndërsa e përmendëm më herët, kemi edhe deklarimin e pasurisë që kontribon në parandalimin e korrupsionit. Kemi mbi 10.000 zyrtarë, afërsisht 11.000 që kryen deklarimin e pasurisë, që kjo është një masë mjaft e vlefshme për transparencën e tyre ndaj publikut, për parandalimin e korrupsionit, por nuk është që e pengon secilin fund të korrupsionit. Nuk janë vetëm 11.000 zyrtarë që punojnë për institucionet publike, janë më shumë se 60.000, do të thotë vetëm pozitat drejtuese apo ata që legislativi ka vlerësuar që janë më të cënueshëm nga aspekti i korrupsionit dhe keqpërdrimeve, janë subjekte
të deklarimit të pasurisë. Për shembull, strategjia e kaluar ka para veprime konkrete të institucionet. Hapi bjen që nëse që 6 vjet nuk kemi strategji, nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret prej anës së institucioneve? Jo, besoj që secili institucion ka kryer punën e vet, duke zbatuar legjislacionin dhe duke kontribuar në mënyrë të përgjithshme qoftë në parandalimin e korrupsionit, po ashtu luftimin e tij, por nuk kemi pasur një orientim të gjitha institucionet për të arritur një qëllim që do të duhet parashihej nga qeveria, do të duhet të ishte vizioni i qeverisë se ku do ta shen Kosovën në 4 vite nëse do të hartojë në fillim të mandatit, apo çfarë do afati tjetër kohor kur do të aprovohet kjo strategji. Ka plot institucione që kanë performuar mjaft mirë, edhe Kosova ka performuar mirë. Kosova në secilin vlerësim ndërkombëtar qëndron më mirë se më herët, e kjo tregon një vullnet për të punuar të cilit institucion, qoftë vlerësimet që bëhen punës të agjencisë, ku në drejtor. Apo thonin që është më mirë pas strategji? Kjo besoj që do të ishte më mirë për të kishte strategjia. Nuk mund të them tash që mungesë strategjisë na ka penguar për të kryer punë të mira, po besoj që po i konvenon zotri Buleshka me punu pa strategji, për shkak që grupet punuese edhe jo e përmendet më herët që kanë punu vazhdimisht edhe në të kaluarën, po edhe tani. Nuk e di, nuk ka ndonjë shpjegim për mendimin tim shumë logjik kjo punë. Besoj që nuk ka asnjë institucion, as më pak edhe qeveria e vendit që ka ndonjë arsye pse nuk ka një dokument të tillë. Kemi pasur ndoshta fillimisht në vonesa kanë kontribuar kritika të mëdha që i kemi dërguar edhe ne si agjenci draftit të hartuar, pastaj janë shënuar vonesat një pas tjetrme duke sfiduar ndoshta edhe cilësinë e dokumentit, por besoj që tashmë jemi vonë dhe si tillë qeveria e re duhet të sheh me prioritet hartimin e strategjisë dhe të orientojmë këto burime të cilat nuk janë shumë të mëdha në arritjen e qëllimeve të prekshme. Në këtë mënyrë edhe Kosova të progresojë, po jeta e qytetarëve të jetë më e mirë. Kjo për faktin se për shembull kur bëhet strategjia ndërmirën bëhet edhe plani i veprimit, edhe në kuadër të planit të veprimit bëhen edhe hapat për gjithë secilin institucion, se çka saktësisht edhe cilat janë planet konkrete të gjithë secilit institucion. E në mungesë të këtyre, për aty ju pyetja nëse apo i konvenon dikujt për mos mu bo pikërisht kjo strategji. Unë nuk besoj që i kontribuon askujt përveç atyre që kanë në mendje ndoshta keqpërdorimin, sepse jep ndoshta një mundësi pak më të madhe për të qenë pjesë e keqpërdorimeve. Ne dhe gjithë ata që kanë vullnet, por nuk do të lidhet kjo punë në punë të vullnetit të institucioneve, do të hesit institucioneve. Do të kemi një dokument i cili është udhërrefyes i gjithë neve për kryerjen e punëve tona, e pastaj të vlerësohemi sa i kryjmë këto punë në bazë të këtyre dokumentave orientues strategjik. Sepse strategjia në vetvete nuk është që i rregullon të gjitha çështjet. E përmendët ju, është tepër e rëndësishme plani i veprimit, se si këto objektiva edhe këto objektiva specifike, pastaj objektiva kryesore specifike, se si këto kthehen në veprime të cilat kanë edhe indikator, të cilët indikator kontribuojnë në përmirësimin e jetës dhe zvoglimin e mundësive për korrupsion. E në këtë rast, cili prej institucioneve ishtë dasht me vepru, në fakt, qeveria apo kuvendi? Prej kuj duhet me lidhë Zyra e Kryeministit është përgjegjëse sipas ligjit për ta hartuar dokumentin, agjencia është përgjegjëse për ta përkrahur hartimin kudo që kërkohet. Do me thonë puna është bloku në qeveri. A ka ndonjë arsye? Nuk e di që ka ndonjë arsye, po ashtu nuk konsiderohet e bllokuar as nga qeveria, sepse ka lëvizje hapa të vegjël, nuk është që jemi që më shumë. Janë 6 vite. Këto janë 6 vite të cilat fillimisht ka qenë një shpjegim. Kemi pasur një strategji e cila është aprovuar në nivel të qeverisë në vitin 2018, por nuk ka kaluar në kuvend për aprovim. Sepse më herët legjislacioni i kaluar ka kërkuar që strategjia e hartuar të dërgohet në kuvend dhe të aprovohet nga kuvendi. Për shkak të lëvizjeve në kuvend nuk ka arritur që të votohet e njëjta. Pastaj ka filluar plotësim dyshimi i ligjit për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, i cili ka parapor që tashmë është vetëm qeveria institucioni që është përgjegjës, do të pastaj është pritur 2 vjet derisa është hartuar legjislacioni dhe është aprovuar ligji për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, për ta pasur tashmë vetëm mandat të qeverisë hartimin e dokumentit. Do tashmë strategjia duhet hartohet vetëm nga Zyra e Kryeministit me institucionet që gjitha ne jemi të obliguar të kontribuojmë, por nuk jemi, se themi, nuk jemi përgjegjës për hartimin e dokumentit. Dhe tashmë nuk mund të them ndoshta që kjo qeveri është dashur të hartojë që 4 vite, për shkak që ka qenë një proces i ndryshimeve. Kemi pasur ndoshta edhe vlerësime qoftë edhe të sektorit qeveritar, po edhe vlerësime të jashtme
është konsideruar që aprovimi i strategjisë nga kuvendi jep fuqi në ligjit, e pastaj është një formë, nuk mund të them konflikt interesit, por jepet më tepër kalon nivel tjetër të aprovimit, ndërsa strategjitë kundër korrupsionit janë kryesisht vizione të qeverisë për të arritur një qëllim të caktuar, në mënyrë që edhe kuvendi pastaj të monitorojë strategjinë dhe përmes agjencisë dhe ta shes seriozitetin e qeverisë për të arritur qëllime të caktuara. Po besoj që ne nuk jemi vonë 6 vite, po jemi të paktën 2 vite vonë në hartimin e këtij dokumenti, sepse kemi mundur ta kemi shumë më shpejt. Fillimisht ka filluar puna me një proces mjaft gjithëpërfshirës të konsultimit të jashtëzakonisht shumë akterëve, që po besoj ndoshta në fillim ka dërguar edhe një çrregullim të këtij procesi, do të është hapur shumë procesi, pastaj është mbyllur shumë, pastaj kemi hapjet her pas hershme. Si të tillë kemi mbetur këtu ku jemi. Presoj shumë që kjo strategji do të bëhet edhe normalisht specifikohen gjitha planet, hapat konkret për gjithë secilin institucion, po do më kalu tek një temë tjetër, cila është pasuria më e madhe pa deklaruar, cilën agjencia ka arritur me zbulu. Për agjencinë është e rëndësishme se cila pasuri mbi 3.000 euro e pa deklaruar bëhet subjekt i raportimit në prokuri. A keni ndonjë të cilën ju e keni hasë që ne kemi zyrtar që tashmë në shifra, për shkak që vlerësimi është goxha subjektiv. Kemi për shkak pasuritë e palojshme, nuk kemi një institucion përveç autoritetit të departamentit për tatim në pronë, i cili e vlerëson një pasuri të caktuar me një shumë të caktuar. Ne e dimë që edhe ajo shumë nganjëherë është goxha nën vlerën e tregut. Por kemi mjaft zyrtarë që kemi hasur që nuk kanë deklaruar pasuritë e palojshme, që janë kryesisht banesa apo apartamente. Kjo pjesërisht edhe për shkak të konfuzitetit, sidomos në sistemin e ndërtimit, ku një numër i madh i ndërtesave, edhe pse janë kryer, nuk janë pranuar në aspektin teknik të tyre dhe rrëdhimisht nuk janë regjistruar në Agjencinë Katastrale të Kosovës, por e mira është që gjitha këto janë regjistruar për qëllimin të tatimit. Çka ka ndodhur me këto raste, zotëri Buleshka, ku janë zbuluar? Ne kemi përcjellur në prokuri të shtetit për hapat më të tjeshëm. Jo pra në fillim nuk jemi shumë të kënaqur me punën që është bërë pastaj dhe me dënimet që janë dhënë nga gjyqësori si fund. Kemi më vonë ndoshta përmendim edhe disa probleme që ne i shohim në sistemin tashmë gjyqësor për se si trajton rastet që lidhen me deklarimin e pasurisë. Më herët kemi pasur mjaft sfida te sistemi prokurorial, por tashmë edhe ato pak raste që po ngriten si akt akuza nga kallëzimet tona penale, po trajtohen në mënyrë jo bashkë të duhur sipas nesh nga sistemi gjyqësor. Dhe si të tillë, thotë se cila pasuri mbi 3.000 euro për neve është sinjal i kuq dhe duhet të përcillet në prokuri. Kemi pasur zyrtar. A keni për shembull raste ku politikanë zyrtar kanë deklaruar pasuri, themi ashtu, nën shumën të cilën ish dasht me deklaru? Nën vlerën reale, në fakt. Kemi, për shembull vitin e kaluar, kemi pasur ndoshta një gabim teknik, ku ka pasur disa zyrtarë që kanë deklaruar vetëm pagën bazë e jo shtesat që kanë pasur. Si tilla ka diferenca mund të jetë më shumë se 3.000 euro, sepse kanë pranuar edhe shtesat të tjera. Këto janë kryesisht ato raste ku nuk është deklaruar në plotëni pasunia, kemi pasur edhe tjetër që nuk kanë. Po flas për shembull zotëri Buleshka, a ka ndonjë rast që ju keni hasë në ndonjë villë, e cila është investuar në të 200.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro, po është deklaruar me 50.000 euro? Nuk e bëni analizë tirë, po unë e di që ka mjaft raste të tilla. Nga ajo që kam lexuar unë vetë në ato që. Pse nuk keni analizë të tillë? Sepse është një proces i cili kërkon më shumë burime njerëzore dhe më shumë kapacitete të analizave që ne nuk i kemi për momentin. Për momentin jemi duke kryer një vlerësim goxha matematikur, nuk kemi ende duke kaluar te analiza shumë e thellë. Ka pas raste që ne kemi identifikuar, po janë shumë të vogla ato që janë identifikuar nga ne. Unë nga ata që nuk i kemi deklaruar, ka pas raste edhe të nivelit goxha të lartë, ku për shembull pasuria truall dhe shtëpi raportohet me vlerë 20.000 euro, ndërsa është marrë kredi 60.000 euro për riparimin e asaj shtëpie. Për mua
do të duhet të rritet vlera së shtëpia 6.000 euro sepse është marrni kredi për renovimin e saj. Çka bëni në këto raste kur i Në këto raste kërkojmë nëse ju analizë të thellë? Ne kërkojmë shpjegim se si është e mundur kjo që pastaj shpjegimi është që ligji pastaj kërkon që çmimi i shtëpisë të jetë bazuar ose në çmimin që e keni bler apo në vlerësimin që e bën Departamenti për vlerësim të tatimit në pronë, i cili e përmendëm në fillim, nganjëherë nuk është vlera reale e tregut, sepse pa marrë parasysh një shtëpi ndërtohet në fshat apo në qytet. A bëni ndonjë analizë apo vlerësim? Ne tashmë kemi filluar ta zhvillojmë metodologji me analizën e tregut në fjala. Këto nganjëherë ne kryesisht e vetuara bëjmë analizë tregut. Më sakt sepse mund të krahasojmë, është ka çmime referente. E pse të ndërtimet jo? Të ndërtimet ende nuk kemi duke e zhvilluar, do ta zhvillojmë fillimisht një metodologji, sepse ne nuk kemi dëshirë si agjenci të hyjmë një rrugë pa pasur pak një dokument i cili orienton punën tonë dhe mos të duket që ne për një rast të caktuar për yllin të bëjmë një analizë të më thukt e për dikë tjetër jo. Ju pyet zot Rreguleshka për shkak që në dokumentarin e parë për pastrimin e parëve konstatohet që në Kosovë ka pastrim të parëve të pesta edhe kryesisht mundesh me vrejt në ndërtim. Ne edhe si agjenci kemi pasur takime të ndryshme dhe kërkesa nga institucione të tjera, nga vende të ndryshme, që kanë kërkuar që databazat tona të përdoren edhe për qëllim të rekuperimit të pasurive, ndoshta të pastruara nga zyrtarët tanë, e qenë pasuri realisht e fituar nga familjarët e tyre jashtë vendit. Sepse kemi mjaft shumë raste ku zyrtarë të ndryshëm deklarojnë që një shtëpi apo një veturë kanë dhurat nga ndonjë familjar i tyre, ose kryesisht shtëpi apo patundshmëri, e këtu hyn ajo që përmendet ju. Dhe ka shumë shtete që janë interesuar ta kenë këtë databazë dhe ta shohin që qytetari i Kosovës që qëndron dhe punon në Gjermani dhe investon shuma të larta në Kosovë të krahasohet me tyrat e tij apo të saj në Gjermani në mënyrë që të shihet a ka punuar veç ta po flasim edhe për parat, për pastrimin e parave të pesta që i marrin zyrtarët edhe prej anës së korrupsionit. Brenda Kosovës. Unë po flas për kërkesat që kemi pasur jashtë vendit, me siguri që njëjta mund të jetë edhe brenda vendit. Edhe më herët nuk është që është punuar tepër në detaje edhe pse kemi kry minimumin e kërkuar ligjor. Vitin e kaluar e kemi përfunduar në fillim viti një program mentorimi nga Këshilli i Evropës, i cili na ka ndihmuar edhe për ta përditësuar metodologjinë e verifikimit të pasurisë. A vjen zot Rreguleshka që në 25 vjet nëse agjencia nuk ka bërë analizë të deklarimit në bazë të analizës së tregut, a vjen që janë amnistu politikanët që kanë deklaruar pasurinë e tyre? Në qoftë se e thjeshtëzojmë në atë nivel, mund të themi atë. Po besoj që nuk ka pasur amnistim, ka pasur më shumë pranim të faktit të tillë që zyrtari publik e ka deklaruar sakt atë që e ka, pa e krahasuar shumë me çmimin e tregut, sepse ka qenë shumë deklarative. Agjencia është mjaftuar me si ta themi me identifikimin nëse apartamenti ekziston. Po çmimi nuk është që përveç nëse nuk ka ekzistuar, atëherë kemi pa edhe çmimin, a ka vlerën e cila te kalon këtë kufinin 3.000 euro, që për ne është secila pasuri e palëshme. Po për shembull është një zyrtar i cili deklaron pasurinë një shtëpi në vlerë të 50.000 euro, po kushton 300.000 euro. Nuk kemi pasur edhe nuk kemi ende bazë ligjore në qoftë se tatimi në pronë për shembull e vlerëson 50.000 euro. Ne nuk kemi bazë tjetër për ta dërguar në prokurinë. Nëse tatimi në pronë për shembull e thotë që shtëpia e imja edhe pse deklarohet 50.000 euro në vlerë të tregut është 300.000 euro, e zyrtari e ka ndërtuar vetë, sepse nëse ka ble, ligji është mjaft i ngurtë, ligji thotë çmimin kur është fitu, nëse jo po flasim nëse ka ndërtuar vetë. Nëse ka ndërtuar vetë, ne kemi bazë pastaj pas pranimit të këtyre dhonave nga Departamenti për Tatim në pronë, edhe pse me thonë të vërtetën sepse kjo analizë duhet të dërgohet në prokuri, pastaj prokuria duhet të ngrijë akt akuza dhe duhet të verifikohet qëllimi i zyrtarit për ta fshehur vlerën e asaj pasurie. Tashmë vërtetimi i qëllimit të fshehjes nga prokuria është mjaft e vështirë dhe ne edhe pse ne po besojmë që nuk është jashtëzakonisht e vështirë, shumica e kallëzimeve tona penale që ndërlidhen me një vlerësim të tillë hudhen poshtë nga prokuria sepse
me arsyetimin që nuk është dëshmuar qëllimi dhe dashja në fshehjen e vlerës, sepse arsyetohet që vetë raportimi i shtëpisë do të nuk kanë pasur arsye për ta fshehur tillë. Ne kemi edhe disa pasuri tjera, të cilat ne kemi mjaft sfiduese verifikimin e tyre. A keni ndonjë rast specifik, po më intereson me ditë nëse ndonjë zyrtar i lartë ka dështuar me arsyetu pasurinë që cilën e ka kriju ndër vite? Cilën e keni të identifikuar? Këtë vit jemi në fund të verifikimit të pasurisë për vitin e kaluar, duke zbatuar metodologjinë e re, po besoj që këtë vit do të mund të kemi raste të tilla. Në të kaluara nuk është që përmendëm herë që kemi pasur sipas metodologjisë edhe nevojë për ta kryer një analizë të tillë, sepse agjencia ka kryer verifikimin goxha matematikor të numrit të ekziston objekti dhe është i deklaruar, por nuk kemi analizuar më shumë në detaje, duke zbatuar vetëm ligjin. Çka ka ndryshuar analiza gjatë këtij viti? Tashmë jemi duke tentuar ta zbatojmë praktika më të mira, do të shkojmë pak më tepër sa kërkesa minimale ligjore. Do të jemi duke zbatuar praktika më të mira të Këshillit të Evropës. Cilat janë ato praktika? Praktika më të mira janë këto që e them më herët, analiza. Po ashtu, po besoj që në fund të këtij viti do të kemi edhe analizat e para të vlerësimit të jetës të disa zyrtarë publik, sepse kemi zyrtarë që mund të kenë të hyra të pakta, po që bëjnë një stil jete i cili të kalon shumë fish mundësinë me tyrat e deklaruara, dhe pastaj në bazë këtyre analizave ne të dërgojmë prokurori për të pa mos ka ndonjë hyrë shtesë apo e hyrë nga aktivitet jo ligjor, i cili mundson një stil të tillë të jetës. Këto do të jenë ato analizat që do të shkojnë në nivelin tjetër e jo vetëm krahasimin që e kemi minimumin këtë pjesë. Ç'ka më bëu kjo analiza e stilit të jetës? Kjo do të ketë shumë elemente. Fillimisht do të shihet për shembull edhe udhëtimet e zyrtarit. Për shembull, nëse një zyrtar ka të hyra minimale e pastaj ka vizita të shpeshta në vende egzotike, ne mund të kërkojmë se ku janë burimet që sponsorizojnë këto vizita. Ne po presim të vërtetën edhe raportet nga KXZ për vitin e kaluar, sepse kemi pasur nivel të goxha të madh të zyrtarëve publik, të cilët kanë pasur shumë vizita jashtë vendit, do të ndërlidhura me fushat, po edhe para fushate. Po duhet ta tregoni një shembull, e po më vjen edhe një sharrim proanës tonë dhe një përgjigje. Në Shqipëni, një rast që e ka hetu Spaku, i kanë shkuar edhe numrin e blerjeve online që i ka bëu bashkëshortja një politikanit. A bëni jo verifikim të tillë? Ose a do të bëni? Ne përveç nëse kemi indicie që ka ndodhur, ne nuk bëjmë për secilin. Verifikimet tona janë të bazuara goxha në dyshimet tona, nëse dyshohet për shkak të hyrjeve që ka do të pasuria i shtohet më shumë sa të hyrat, ne këtë vit kemi bërë mjaft pyetje. Kemi pasur zyrtar, për shembull, i cili ka pasur deklaruara kursime 20.000 euro, ndërsa të hyrat vitin e kaluar e ka pas 8.000. Ne kemi pyetur dhe kemi thënë se është e mundur që pasuria të rritet për 20.000 kur të hyrat janë më të vogla. Dhe zyrtarin e tillë është dashur të arsyetoj pse janë të tilla. E ka plot këto raste që ne kemi filluar tashmë të bëjmë analizat se si është e mundur kur është një shumë e caktuar, tashmë këtu ekziston mundësia ose gabimi në raportim, ose ka pasur një të hyrë e cila nuk është e deklaruar, e që është dashur të raportohet. A keni pas ndonjë rast për shembull kur e keni bëu hetimin ose verifikimin e deklarimit të pasurisë për një politikant të caktuar dhe ju keni hyrë pastaj duke i pa të hyrat e tyre, keni hyrë dhe keni kshyrë qoftë shkollimin e fëmijëve apo edhe e përmenda ndoshta edhe blerjet online që janë bëu? Nga ajo që mbaj mend, nuk kemi pasur nivel të lartë politikanëve që kanë pasur këto të lashe. Ne jemi duke pa mundësinë, kemi numër të politikanëve të cilët shfrytëzojnë vetura të cilat nuk janë në embër të tyre. Kjo është jemi duke shqyrtuar mundësinë se si ta vlerësojmë dhe si ta rregullojmë këtë temë. Në qoftë se nuk ke për shembull një pozitë drejtuese, çfarë do niveli lokal apo qendror, vozit veturë e cila është qindra mijëra euroshe, por nuk është në emrin e tyre, as nuk është në emrin e biznesit të tyre, ne do ta shohim se si është. A keni më publikuar emrat e këtyre? Ne tashmë po besoj që shumë shpejt do t'i publikojmë. Përveç nëse na ndalon ligji. Për momentin, fillimisht do t'i dërgojmë prokurorit të shohim si po rrjedhin punë me prokurori, pastaj do t'i shohim mundësitë edhe për t'i publikuar. Po besoj që nga ky vit do tentojmë si agjenci ta përdorim edhe publikimin e dhënave si formë presioni që institucionet tjera të bëjnë të jenë më azhure në kryen e rasteve tona.
Unë jemi të vetishëm që edhe prokuria dhe gjyqësori kanë qindra mira raste tjera, po për neve janë të rëndësishme rastet tona dhe do të tentojmë që edhe për neve janë shumë të rëndësishme. Po du me undal edhe pak të kjo pjesa e përdorimit të veturave. Për shembull, ndoshta do të publikohen emrat e këtyre zyrtarëve që i kanë përdorur veturat, po që nuk janë emër të tyre. Po a kanë me u publiku edhe emrat e pronarëve real të këtyre veturave, sepse potencialisht këto vetura mundër me qenë të ndonjë biznismeni, që një ministri, një komun mundet me dhanë të ndirat e qaj Kjo është ideja jonë. Në qoftë se kryetari komunës X vozit veturën një biznesi të madh të asaj komune, ndërsa i njëjti për shkak të procedurave mund të jep leje ndërtimi më të favorshme apo më të shpejtë e tjera, ne do të tashmë të tentojmë të bëjmë këtë ndërlidhje. Do të ndërlidhjen sepse vetëm vozitja nuk është shkelje në vetvete. Po do ta shohim a ka përfituar nga ky favorizim biznesit, cilën është duke e sponsorizuar lëvizjen e zyrtarit me veturë të mirë. A ka sot kur po flasim? A ka ndonjë kryetar të komunës që vozit veturë të ndonjë biznesi të caktuar? Për kryetar nuk di, për nën kryetar ka. Nën kryetar ka. Ministra? Për ministra jo s'ka. Zëvendës ministra? As zëvendës ministra nuk ka. Deputet? Ka pasur të kaluarën, tashmë nuk e di me numrin e ri. Pjesëtar të kabinetit të qeveritar? Nuk mund ta them tashmë në detaje, sepse edhe kanë lëvizur, po kem pasur një pozita goxha drejtuese. A është një nën kryetar, a janë shumë nën kryetar? Unë e di të faktën një. Cilës komunë është, a mundemi me ditë? Jo për momentin, sepse do të zhvillojmë procedurat, pastaj të jemi, sepse nuk duhet tashmë ta shënjestroj e pastaj të ketë ndonjë arsye goxha logjike për përdorimin e saj. E përmendet më herët që keni me bua dhe verifikimin e zyrtarëve, cilët shpenzimet e zyrtarëve për udhëtime jashtë vendit. Qysh ka më bu kjo edhe sa ka me ndihmu në proces të agjencisë me kuptu qofte edhe për konflikt, qofte edhe për... Po besoj që kjo do të ndikojë në dy drejtime. A keni ndonjë rast të cilin jeni duke trajtu tash lidhet me fushatën? Jo, ne jemi duke pritur tashmë shumë shpejt, po besoj që KZ do t'i pranojë gjitha raportet e fushatës. Dhe raportet vjetore tashmë i kanë pranuar, ne sipas ligjit i pranojmë gjitha këtu pas auditimit, po sa t'i pranojmë këtu jemi në proces. Një grup punës ka fillu tashmë, do ta zhvillojmë metodologji se si t'i qasim kësaj teme. Ne kem po me postimet të ndryshme që ka pasur numër të madh të politikanëve në nivel qendror lokal, të cilët kanë qenë pjesë të delegacione ndryshme jashtë vendit. Për ato ju pyeta sepse në kohë të fushatës e kemi muajin nëntor, dhjetor ku politikanë të ndryshëm kanë udhëtuar jashtë Kosovës. Shtatori e pastaj kem pasur një lëvizje mjaft të madhe. Ne do ta shohim që këtu vizita a janë paguar nga vetë zyrtari, a janë paguar nga partia, nga institucionet dim që nuk janë paguar, se institucionet nuk kanë mundësi t'i paguajnë dhe nuk kanë mundësi ligjore t'i paguajnë, përveç nëse kjo ndërlidhet me një vizitë tjetër zyrtare. Dhe nëse nuk janë paguar nga vetë, e nuk janë paguar nga subjekt politik, atëherë dikush me siguri që do t'i paguajë ato. Ideja e agjencisë është që të tentoj ta bëjë ndërlidhjen e favorizimeve të mundshme, nëse këto biznese potenciale apo kush tjetër që i ka paguar favorizohet nga veprimtaria e këtyre politikanëve në vitet në vazhdim. Për shkak se është një industri e caktuar, do them, me duhanit e cila furnizon vizitat. A janë të obliguar me i deklaru këto donacione qoftë? Ata janë të obliguar në KXZ fillimisht. Po edhe te ne, nëse pranon secila hyrë do të deklarohet. Kështu që duhet të deklarohen fillimisht te KXZ, po ashtu edhe te ne. Nëse ta zëm, ndoshta për shkak të kaluarës që kanë pasur në zyrën për raportim financiar të partive politike, partia është obliguar ta raportojë secilën kontribut, nëse natyrë, nëse X biznesi i mbulon shpenzimet e një vizite. A keni bën ndonjë zotëri Buleshka ndonjë vlerësim çka është deklaruar në KXZ dhe çka në agjencinë që ju drejtoni? 2 vitet e fundit kemi bën analizë tillë dhe kemi ndikuar, por nuk ka qenë proces zgjedhor, asnjë vit s'ka qenë proces zgjedhor, edhe nuk ka pasur donacione shumë dhe nuk ka pasur përkrahje shumë për partitë. Procesi që ne kemi pasur secili vit paktën një rast e kemi identifikuar që ka pasur mospërputhje. Në 2 rastet janë zyrtarë që kanë deklaruar donacionet që kanë jepur për partinë, ndërsa në KXZ e tilla nuk është raportuar. Ne duhet ta fuqizojmë këtë mekanizëm sepse edhe gjithë që janë përfshirë, zyrtar publik, po edhe subjekt politike të gjithë, duhet
ta dinë që agjencitë shtetërore komunikojnë njëra me tjetrën dhe shkëmbejnë informata me qëllim të zbulimit të vërtetës. Çka ndodh nëse për shembull agjencia verifikon që diçka tjetër, një shumë tjetër është dhënë në KQZ, një shumë tjetër në AKK? Tashmë varet nga ndryshimi. Nëse është mbi 3.000 euro, ne atë të njëjtin mund ta dërgojmë në prokurori. Këtu është një problem i vogël ligjor sepse personi fizik nuk ka të drejtë të jep donacion më shumë se 2.000 euro për partinë politike. Si të tillë nuk mund të bëhet personi fizik nuk mund të bëhet subjekt i kallëzimit penal përveç në qoftë se ky subjekt fizik është pronar një biznesi, do të ka donacioni ka të kalu shumën prej 3.000 euro. Vitin e kaluar ne kemi hap vërejtje me shkrim për dy zyrtarë që do të deklarojnë sakt në të dy anët pasuria. Ne kemi pasur një ndoshta si ta themi si premtim nga Këshilli i Evropës që edhe të ndihmoj në hartimin e metodologjie, sepse ne edhe KQZ kemi një mandat të pranimi i raporteve dhe auditimi dhe marrja një seri mase është në dorën e KQZ-s, por kemi edhe një seri tjera mase që ne mund të marrim e që ndërlidhen kryesisht te konflikti i interesit në vendimarrje, sepse kryesisht ekziston percepsioni, po besojmë që edhe mund të argumentohet që donacioni ka herë mund të ndërlidhen edhe me një vendimarrje të caktuar të zyrtarëve të cilët e pranojnë donacion apo subjekt politike në një vendimarrje të caktuar e cila favorizon biznesin e caktuar për shkak të donacioneve të pranuara nga. Po do më mbet ende tek politikanët, a janë të obliguar politikanët kësaj radhe është brenda Kosovës që kanë qenë në garë në këto zgjedhjet e fundit me i deklaru shpenzimet që kanë bërë gjatë fushatës, sepse edhe donacionet, sepse kemi edhe kryetarë të komunave të cilët kanë qenë pjesë e garës zgjedhore për një karrige në kuvend. Secilin donacion duhet ta deklarojnë, sipas ligjit është dashur ta deklarojnë tashmë sepse jemi afati ka përfunduar me 1 prill, tashmë jemi në post festum të gjithë kësaj teme, e njëjta është dashur deklarohet edhe në KQZ. Do të thonë krejt duhet me edhe naftën, edhe hapësira të cilat i kanë shfrytzuar. Ajo është donacion për një subjekt politik, cilën te agjencia do duhet të deklaroj, sepse nuk ka kufi të shumës. Edhe një donacion 10 euro për një subjekt politik do duhet të raportoj edhe të agjencia, jo vetëm të Zotër Buleshka, po ju pyes sepse kandidatët shpesh marrin edhe individualisht donacione. Kjo është, te ne kanë obligim të raportojnë. Te interpretimi KQZ-s nuk mund të them sepse është një institucion tjetër i cili mund ta interpretojë ligjin, po për ne secili pranimi i donacionit, edhe secili shpenzim i 3.000 euro, jo vetëm që ndërlidhet me fushat, po edhe në qoftë se një zyrtar publik ka bler mbi 3.000 euro orendi shtëpis, sipas ligjit do duhet i deklarante ato, po secili shpenzim i 3.000 euro. E lëmo shpenzimit që bë për fushata apo donacione që jep. Kur e kanë afatin me deklaru pasurinë deputatët cilët kanë me umbledh me 15 prill? Mandati i deputetit fillon në datën kur ata bëjnë betimin. Nëse është 15 prilli, atëherë do të kenë deri me 15 maj për ta kryer deklarimin e pasurisë. Po flasim për deputetët që marrin për të parë mandatin. Deputetët që kanë qenë edhe vitin e kaluar, ata tashmë për shkak që nuk ka zbrastir kohore më shumë se 30 ditë, nuk kanë nevojë të bëjnë deklarim me mbarim mandatit dhe me fillim të tij. Do të ata tashmë me deklarim të rregullt, mbulojnë për 30 ditë të tjera. Ambulohet deklarimi i pasurisë së tyre, do të bëhet vetëm për shpenzimet apo do të bëhet një deklarim sikurse zyrtarët e tjerë se çka kanë ata deri me datën 15 prill? Për deputetët e ri, njëjtë si për gjithë zyrtarët që për të parë janë subjekte deklaruese. Duhet të bëhet deklarimi i pasurisë, do të jetë një foto e momentit kur hyn në sistemin publik. Do të thotë gjendja e ditës kur ka hyrë në sistemin publik. Në qoftë se është me 15 prill, atëherë është prerja është 15 prill i vitit 2025, do thotë hyrat që kanë në llogari, pasuritë e tyre të lutshme pa lutshme, gjithçka me atë datë. Pastaj deklarimi i rregullt e mbulon periudhën nga kjo datë ka 15 prilli deri me 31 dhjetor. E pastaj në mënyrë të rregullt nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Ngjashëm është për ata që nuk janë zgjedhur. Ata që nuk janë zgjedhur deputet e kanë kryer deklarimin me marrje të rregulltën, do duhet ta kryejnë deklarimin me largim nga detyra. Deklarimi me largim nga detyra
përfshin periudhën nga 1 janari deri në datën e fundit kur janë deputet, ose kur janë ministra, ose zanës ministra, këshilltarë e tjerë. Do thotë periudhën 3 mujore dhe në këtë mënyrë e përmbyllin me agjensinë procesin e deklarimit. Ne e dimë se si ka hyrë në sistem një zyrtar, si është zhvilluar dhe si ka përfunduar me pasurinë e tij. Do është mirë të përmendet edhe... A bëhen verifikime edhe për këta? Ne në të kaluara nuk është që kemi pas shumë, sepse nuk kemi pas ku. Ne do t'i shohim tash me këto. Analizat më të thukta do t'i bëjë byroja për konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme. Sepse ata do të bëjnë analizën nga fillimi deri në fund të gjithë këtyre zyrtarëve publik për të identifikuar dallimin në pasuri mbi 25.000 euro. Ne bëjmë verifikime vjetore. Derisa të funksionalizohet byroja, ju nuk do t'i bëni? Ne do t'i bëjmë për kohën që kanë deklaruar. Ne kryesisht bëjmë për vitin aktual. Nëse verifikohet pasuria për një zyrtar publik, bëhet për vitin këtë vit është deklaruar pasurinë për vitin e kaluar, do të bëhet verifikimi i gjendjes së vitit të kaluar. Në të ardhmen për këtë vit. Numri se depozitat më të larta, sipas ligjit, duhet të nënshtrohen verifikimit të paktën një herë në 3 vite. Secili ministra, zanës ministra, e tjerë deputet, pozitat e larta, president e tjera, bën të paktën një herë në 3 vite. Kur thoni verifikim është fjalë e madhe, po kur po e shpjegon anën tjetër, nuk është që bën diçka shumë e madhe. Edhe kjo jo shumë e madhe, po identifikon mjaft lëshime që kanë bërë. Çka keni identifikuar? Nëse më së miri është të presim edhe pak tregojmë se çka kemi identifikuar, po ka mjaft shumë zyrtarë që në të kaluarën me deklarimin e njëjtë nuk kemi pasur fare gjetje tashmë për shkak të rritjes së burimeve ku marrim informata dhe analizës pak më të thukët kemi gjetë dallime, të cilat duhet t'i arsytojnë mirë nëse munden. Nëse nuk na tregon për zyrtarë të cilët kanë këto dallime, apo na tregon pak çfarë dallime keni gjetë? Kemi gjetë pronat pa lojshme, kemi gjetë pronat lojshme. Kemi gjetë edhe hyra që kanë pasur nga biznese, deklaruara pa deklaruara. Lloje të ndryshme të këtyre të hyrave, edhe të familjarëve të tyre kemi pasur, ndoshta për shkak të mos komunikimit të mirë nganjëherë. Arsyetimi është për shembull biznesin e bashkëshortit apo bashkëshortës e ka deklaruar, por të hyrat nuk janë shuma e cila ka qenë e hyrë. Prap nuk po të pyes për emra, po të pyes për nivel. A ka në nivel të ministrave që i keni gjetur lëshime? Kjo qeveri nuk ka lidhje të madhe me biznese, edhe si tilla është vështirë të gjendet ndonjë e hyrë përmes qoftë, sepse ne verifikime e bëjmë duke kontaktuar me institucionet që kanë dhëna publike, dhëna me interes publik, përmes ATK-s, për bizneset e tjera, përmenda Agjencinë për Kadastralin të Kosovës, Tatimin Pron, Thesarin, çfarëdo lloj institucioni që mund të ketë dhëna me banka, kudo që kemi nevojë dhe kemi dyshime, dhe si tilla i analizojmë këto dhëna dhe vim deri te gjetjet që kemi pas. Ai verifikoni edhe familjarët e Po, gjithmonë. Me familjarët që jetojnë në bashkësi familjare verifikojmë. Kështu që nëse ne bëjmë verifikimin e rreth 2000 zyrtarëve në vit, këtë numër do ta shumëzojmë të paktën me 3. Ajo është numri i tërësishëm i personave që bëjmë verifikimin. Për shembull, familjar i X politikane, apo pse mund të jetë duke punuar në sektor privat, ne kontaktojmë biznesin, i lypim të hyrat e tyre, kontaktojmë ATK-n për ta parë ato të hyra janë të raportuara dhe mos janë më shumë apo më pak. Do thotë kontaktojmë edhe për familjarët. Kjo nganjëherë ka telashe sepse ka biznese të vogla të cilat nuk kanë edhe ndonjë është vështirë të kontaktohen, janë nganjëherë edhe në vendet rurale është vështirë të kontaktohen, por kryesisht bazohen. Kishini për shembull çato biznese të cilat ju po i përmendni marrin ndonjë tender aty këto nëpër institucione të cilat kanë qenë subjekt persona të cilët i keni verifikuar? Ne kryesisht këtu bëjmë një analizë fillestare me marrë detyrës ku i shohim ndërlidhja me biznese e zyrtarëve publik dhe tentojmë t'i parandalojmë. Ne ju tregojmë zyrtarë publik, që fillimisht nuk mund të jenë drejtues të këtyre biznese personalisht, mund të jenë posedues dhe i tregojmë që nuk mund të marrin kontrata në institucionin ku ata punojnë.
Çka ndodh? Ai marrin parasysh këto Kryesisht rekomandime të cilat i marrin pra anës juaj? Kryesisht po. Kem pas raste ku ka pasur tentativë, pastaj ne kemi ndërhyrë dhe është anuluar proceset caktuara. Ka pasur raste edhe ku familjarë e dini edhe jo me siguri ku janë emëruar drejtorët e komunave të caktuara, ne kemi ndërhyrë dhe ata janë shkarku. Po sepse problemet kryesisht shndrojnë atë që një politikan i caktuar mundet hiç mos me pas aksione në një biznes të caktuar, po e ka një familjar aty dhe më pas aty buhen edhe tash lidhja e familjes te ne është deri te shkolla e 4 direkte dhe te 3 indirekte. Do të jo secili kushëri i tyre është i mundshëm që të ketë pasojë nga vazhdimi, gruaja e fëmia, po edhe thot agji fëmia agjit ose tezës edhe kështu edhe nga ana e dajve. Kjo është ndërlidhja e familjes më të ngushtë, si ta themi. Kem pasur raste të tilla, përveç këtyre zyrtarët i kanë disa ndalesa edhe kur mbarojnë funksionin publik. Janë ndalesa 2 vjeçare për të angazhuar aty ku e kanë rregulluar më parë. Për shembull, nëse unë jam zyrtar i prokurimit, shef i prokurimit në një institucion të caktuar, nuk kam të drejtë për 2 vite mas mbarimit të mandatit të marr punë nga institucioni ku kam qenë duke drejtuar. Janë disa ndalesa dhe këtu po na bin raste të mira, ku kem pasur disa raste në vitet paraprake që ne kemi kërkuar dhe janë anulu procedurat në ndryshme të tenderimit. Që këtu me kalu pak tek tenderët, me qenë se edhe veti përmendet. Zotër Buleshka gjatë kësaj kohe, domos në periudhën e fundit, po diskutohet në vazhdimsi për tenderat një burimor, cilat janë duke u dhënë nga ana e ministrive në këtë qeverisje. A keni në agjensi tender, cilët jeni duke i kontrollu, duke i verifiku? Agjensia ka mandat për të marrë pjesë në çfarë do procedurë tendimore nëse ka dyshim për konflikt interesit. Deri tash a keni gjetë? A keni ndonjë dyshim për ndonjë tender? Ne kemi pasur raportime, po nuk kemi gjetur shkelje të ligjit direkte. Për sa i përket mandatit të agjencisë, mund të ketë shkelje që hynë në mandatin e institucioneve të tjera. A mundemi me ditë cilin tender e keni verifikuar, me qenë se nuk keni gjetë shkelje të tilla? Ne kemi pasur goxha shumë tendera në Prishtinë. Kemi pasur edhe në komuna të ndryshme edhe, por për shkak të mandatit tonë të kufizuar në monitorim të tenderave, do të ne çësia jonë është në aspektin e konfliktit të interesit. Sa tenderi keni këshuar në komunë të Prishtinës? Nuk e di saktë, po kem pasur sepse janë raportuar në vërtet. Ne nuk ka qenë iniciativë jonë direkte, por kanë qenë raste që janë raportuar, qoftë nga konkurrent që kanë pasur në proces apo nga palë tjera. Kem pasur edhe OJC të ndryshme të cilët na kanë dërguar raste me pretendime për konflikt interesit, por e përmend edhe herë që shkalla e lidhjes familjare është goxha e ngushtë për kontekst të Kosovës. Sepse tani ne punojmë, ne jetojmë në kontekst të afërsisë, edhe në qoftë se shkon për tek këtij katërshkallshit, ne ende kemi familjarë dhe mund të jetojmë edhe shumë afër, edhe kemi marrëdhënie shumë të afërta, përderisa në Evropë mund të jetë kjo shkallë mjaftueshme për ta parandaluar. Po më intereson në KEK, në ministri, në ndonjë ministri, sa tender i keni verifikuar? Nuk mund të them saktë me numër, sepse e di që ka qenë gjatë vitit, ndoshta 10-12, po jo më shumë se kaq e vitin e kaluar. Nëse jo me numër, po më intereson me ditë njëri prej tenderëve që vazhdimisht është diskutuar, është edhe tenderi për rrugën për Podujev, është hulumtu për to zëvendësministri, në fakt kanë shkruar kontratë me një person për cilin thotë që e ka shok. Kontrata tenderi është milionsh, mos të harrojmë. Pasja, lidhja e shokut nuk është që kufizon me ligj. Do të jetë lidhje familjare, do të jetë lidhje interesit biznesit. Në qoftë se nuk gabojmë, ne ndoshta kemi trajtuar këtë rast dhe për shkak që lidhja është më e largët se ajo që është ligjore. Nëse jo familjar, zotër Buleshka, për shembull, zëvendësministri thotë që e ka ndihmu për biznes, e ka këshillu. E në anën tjetër, pikërisht prej kësaj ministrie, merr tendera shoku i zëvendësministrit. Ne kemi edhe një afat ligjor, nëse këshilla e tillë ka qenë para 2 viteve nga shqyrtimi i rastit, ne nuk është në mandat të ne. Ato mund të trajtojë prokuroria sepse nuk ka afat ligjor, ndërsa ne institucion që bëjmë hetime administrative, ne kemi kufinin 2 vjeçar. A e keni hetuar rastin? Nëse nuk gabojmë, po. Kjo ka qenë jo këtë vit, po më herët, 2023. E çu ka dalë që këshillën e ka dhënë para 2 viteve? Më herët ka qenë, nëse nuk gabojmë. Nuk e mbaj me shumë detaj, po ka qenë më herët para mandatit
nëse nuk gabohem. Ndonjë tender tjetër të Ministrisë Infrastrukturës, a e keni këshyra, a e keni verifiku? Nuk mund ta përmend kështu, s'm bien mend këtë punë, sidomos duke pas parasysh që vitin e fundit ne kemi zvoglu pak monitorimin e procedurave tenderuese, sepse ky është mandat i KRPP-s. Edhe e ka një departament gjegjes për ta bërë monitorimin e procedurave tenderimit. Ne kemi në të kaluarën Po edhe konflikti i interesit është në mandatin e juaj. Plotësisht mandatin tonë. Po në të kaluarën kemi pasur deri në 200 tendera të cilët i kemi monitoruar ne si agjenci. Njëtën kohë ne kemi pasur edhe shprehur pakënaqësi nga institucionet që kanë mandat të vetin, se përse ne po hym në mandat i cili nuk është specifikisht i joni. Por ne gjithmonë jemi arsyetuar që ne kemi hyrja jonë është konflikti interesi dhe kurdo edhe ligji neve na obligon nëse shohim edhe shkelje të tjera, ne pastaj ti ngritim si shkelje sepse nuk mund t'i mbyllim sytë edhe para shkeljeve të tjera. Por për shkak të këtyre kuvizime mandatore, sidomos me legjislacionin e ri, i cili na specifikon mjaft shumë prej 2022 e këndej na kuvizon mjaft shumë dhe ne nuk mund të hetojmë raste përveç raste që janë strikt në mandatin tonë. Na ka pamundsuar monitorimin më të detajshëm dhe nxjerrjen e rekomandimeve. Ne tashmë kemi filluar të marrim informata këtyse edhe nga bizneset ndryshme të cilët kanë thonë që janë të kënaqur, kanë qenë më shumë të kënaqur kur edhe ne kemi pa procedurat. Tashmë do të shohim me burimet e reja njerëzore nëse na alokohen nga qeveria për ta rivizituar edhe herë mundësinë që të kryejmë edhe monitorime më të shumta. Jemi këtë vit po besoj do ta zhvillojmë metodologjinë se si do t'i qasim, cilat janë ato tendera që ne do t'i zgjidhim. A do të vazhdojmë punojmë edhe me raportime, apo do të gjenë edhe ne t'i zgjedhim ato ose më të shtrenjtat, apo ato që identifikojmë vetë nga mediat, edhe këto duhet ta rizbulojmë. Për shembull, jemi në mes të një diskutimi në lidhje me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. A e keni kçyr që a keni këshyr tender të kekut në fakt, ndonjë prej tyre? Kemi për procedurë rekrutimi kemi pasur. Për procedurë rekrutimi kemi pa mjaft shumë ke pas raste, kemi jep edhe opinionet tona, ndërsa për tendera nuk kemi bëj mend. A keni gjetë shkelje aty? Ka pasur në të kaluarën ke pas lidhe ku kanë qenë familjar, po sa di ato janë pa e pranu raportin nga ne, ato procedura janë anuluar, që ka qenë për një hapje dur, sepse tashmë ne si proces jemi mjaft transparent në punë. Për shembull, nëse vjen një rast, ne i mbledhim dhënat, pastaj takojmë me palët e interesit dhe u shpjegojmë. Shumicën e rasteve nga institucionet që për neve është hap pozitiv, nuk e presim vendimin tonë dhe anulojmë para vendimit tonë në mënyrë që pastaj qëllimi parandalues vetëm arrihet edhe ne pastaj vetëm mbyllim rastin. Po pse mos me i kshyr tenderat milionsh? Keni ndonjë arsye? Nuk kemi arsye, nuk kemi burime njerëzore. Ne kemi një mandat. Na janë më shumë se 2 fishu subjektet e karuese. A keni pas burime njerëzore me i kshyrë në Prishtinë për shembull tenderat? Kjo është ajo metodologjia. Ne po t'i shohim vetëm në Prishtinë, krijohet percepsioni që ne jemi të panshëm në kryen punën tonë. Ne kemi kërkuar edhe ekspertizë ndërkombëtare, sepse rritja e besimit bëhet ngadalë me punë të drejtë. Nëse ne kemi metodologji që na identifikon cilat janë tenderat që ne duhet të monitorojmë. Po a kallzon kjo për një balancë cilin ju keni mujt me bëu, për shembull, edhe Keku ka shfrytzuar miliona të cilat ju nuk i keni kshyrë. Tash ne mund fillimisht ne kemi mandat tonë të monitorojmë secilin tender përveç kur dyshohet për konflikt interesit. Po për çështjen e ka akuzat e përket kjo e deni, po tani është edhe kjo çështja që ka edhe hulumtime, ka edhe diskutime të gjëra të cilat janë duke u bërë kohëve të fundit për rritjen e shitblerjen e energjisë elektrike. Po tash vetëm shitblerja përveç në kohë për neve vera hyrë se është konflikti interesit. Nëse nuk ka pretendim të paktën për konflikt interesit. Ne nuk kemi detyrë hyrëse aty. Kanë plot institucione tjera. Ka përmend departamenti për monitorim i KRPP-s, ka policia e prokuroria. Por ne si agjenci nuk guxojmë të kalojmë mandatin tonë. Për këtë arsye na është kufizuar me ligj, më përpara kemi pas mjaft shumë. Përpara secili pretendim për keqpërdorim na ka mundsuar neve që të hetojmë. Kemi pas një departament goxha zhvilluar të hetimeve paraprake, pikërisht për shkak ndoshta të këtyre punëve, pastaj me ligjin e ri të agjencisë na është kufizuar puna hetimore dhe tashmë kemi vetëm rreth mandatit tonë. Mandati jonë është goxha specifik, është
është ndoshta edhe sipas emrit është strikt parandalus, jo luftues i korrupsionit. Të kaluarën kemi pas mandat edhe te luftimi i korrupsionit deri diku. Nuk mundem pa përfundu këtë intervistë, pa të pyet edhe për një rast tjetër, ku financiuesit e vetëvendosjes kanë tentu me marrë beneficione prej pronave. Kemi rastin e pumpave në veri të Mitrovicës, janë disa pika ku një financues i vetëvendosjes ka shkuar dhe i ka vendosur llogët e pumpës së derivateve pa marrë leje, pa e pyet kërkënd, pa prit një përgjigje. Kjo nuk është mandatin tonë. Nuk është, po të kish marrë një vendimarrje e cilën ne kishim mund të ndërlidh. Ajo është nëse ka ndodhur kështu siç thuni ju, e kanë pa diçka në media, atëherë kjo është një veprim ndoshta kundërligjor, por nuk është një vendimarrje e një institucioni të bazuar në donacionet që kanë pranuar nga ky biznes për shembull. Si tilla nuk hyn në mandatin tonë. Ato mund të merret prokuria apo policia për tentim të tjetërsimit të pronës apo nuk e di çfarë. Derisa jemi marrë na me këtë rast, as prokuroria as policia nuk kishin nisë me ndërmarrë kur gjë. Po besoj për atë Kosova është shumë më mirë sa që do të ishte, po mos të ishte pasur një sektor qeveritar vibrant edhe media të pavarura, sepse në të kundërtën po besoj që do të ishte shumë më keq sa që është. Këto e shohim në rajon me reagimet që kemi pasur, ne kemi pasur në rajon edhe në dy vendet në jug dhe në veri të këtij vendi, ku kemi pasur fatkeqësi, ku kanë humbur jetën me dhjetra qytetarë dhe nuk kemi asnjë veprim të institucioneve, ndërsa po besoj që këtu te ne nuk lejon një gjendje të tillë për shkak edhe që kemi një shoqëri pak më aktive edhe kemi sektorin qeveritar aktiv dhe mediat pavarura. Ne gjithmonë kërkojmë që institucionet me qenë më vigjilente dhe me punu më shumë për popullin. Faleminderit shumë zotëri Buleshka që ishit pjesë e kësaj interviste. Faleminderit juve. Shkues të nderuar, ishte kjo intervista me Yll Buleshka, drejtori i Agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Jo vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës Mirëmbëjtje.